Një operacion policor kundër prostitucionit është finalizuar në Durrës, duke quar në arrestimin e 4 shtetasëve të huaja dhe procedime të disa personave të tjerë. Policia bën me dije se operacioni i koduar Storm 17, i zhvilluar nga specialistët për hetimin e trafiqeve në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale, është ndjekur për rreth 4 javë me metoda speciale hetimi. Si rezultat, janë arrestuar në flagrancë 4 shtetase kineze, të cilat kishin marrë me qira 2 ambiente në zonat e Golemit dhe Shkëmbit Kavajës, duke i përshtatur për ushtrim prostitucioni. Po ashtu janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 4 shtetas të tjerë nga Durrësi, Kavaja, Shijaku dhe Kosova për veprën penale të prostitucionit. Gjatë operacionit janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 4 pasaporta dhe një shumë parash. Sipas hetimeve, aktiviteti i paligjshëm ushtroi në 2 ambiente të marra me qira në zona turistike, të cilat ishin përshtatur posaçërisht për këtë qëllim. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Durrës për veprime të mëtejshme.